Vëllezër, me qenë falenderues ndaj Zotit, me qenë mirënjohës ndaj mirësive të Allahut, me të cilat te ka begatuar ty, është një prej adhurimeve më të mira për besimtarin. Përveç që është adhurim ndaj Zotit Dhul Xhelal, është edhe edukat edhe moral i besimtarit karshi Allahut Dhul Xhelal, sepse Zoti i Madhreshëm na ka urdhëruar që të jemi mirënjohës Allahut Dhul Xhelal. Dhe ka thonën washkuru li wala takfurun. Edhe mu falenderoni mua, jeni mirënjohës ndaj meje edhe mos më mohoni. Mos i humni do thot mirësitë e mia, mos i shpërdoroni ato dhe jeni falenderues për gjitha ato begatimet e cilat Allahu Dhul Xhelal ju ka begatuar. E çfarë do thot njeriu me qenë vëllezër falenderues ndaj Zotit? Si me shpreh na falenderimin ndaj Allahut Dhul Xhelal? Falenderimi ndaj Zotit shprehet në atë mënyrë që neve në shpihen në bindje ndaj Tij, dhe në atë mënyrën që Zoti i Madhreshëm na ka urdhëruar neve. Jo për shembull me ato, për shembull ka prej njerëzve që me bindjet e tyre mundohen me falenderu Zotin, me bindjet e tyre mundohen me përmend. Mirë po jo në përputhje me shpallën që Zoti Dhul Xhelal e ka urdhëruar me të pejgamberin e tij pastaj besimtarët. Unë njëherë në bashkëbisedim me një xhamat njëherë dhe po më tregon thonë hoxha du fejen. Unë lexoj për fe, bile tha kur ta lexoj Kur'anin tha ka herë edhe çaj. E thashë mira e fal namazin, ti tha jo, valla namazin halas ja funis. Po me çajt njeriu për hir të Allahut. Edhe mos me fal namazin, shtyllën e dytë dinit, ti me pas zbrazët bosh, kjo është përputhje me ato që Zoti Dhul Xhelal na ka urdhëruar. Pra mirë me çajt prej frikës ndaj Zotit Dhul Xhelal, po frika ndaj Zotit do të na shpi neve në çka? Në adhurim ndaj Tina, në falënderim ndaj Tina, ose atij që Zoti Dhul Xhelal ja ka dhënë mallin për shembull. Edhe ai e ka bosh me dhon zeqatin, me pastru mallin e tij. Edhe me dhonë për shemë nëherë sadaka, mu qitë në përpun të hajrit, mu qitë në bamirës, me qitë bujar. Kjo për shemë mjaftuat vetëm duke thonë falemderit Zotit, elhamdulillah na ka nimu Allah, na ka begatu Allah, shtu me radhë. Po kjo nuk mjafton për ata të cilët Zoti Dhul Xhelal e ka begatuar për shemë me mirësinë e mallit, sepse në te ka bo obligim edhe hisën e të tjerëve në te, në vojtaret e kështu me radhë. Pra për që njeriu falenderues ndaj Zotit duhet me shpejt atë mënyrën që na shpihen neve në bindje ndaj Zotit. Jo me qenë ato për shembull vetëm fjalë, se fjalët e cilat nuk konkretizohen në vepra jesin të zbrasta tek Zoti te bareke ve teala. Prandaj Allahu i Madhreshëm në Kur'anin famullar ka thënë një vend wa qalilun min ibadi ash-shakur. Edhe jam pak prej besimtarëve të cilët janë mirënjohës ndaj meje. Pra mirënjohës në atë kuptimin e vërtetë, do thotë që dinë që çdo mirësi të Allahut Dhul Xhelal, sikur të mos ishte bekimi i Zotit, na nuk do të kishim pas ato, nuk do të kishim gëzuar ato. Përveç domethënë gjitha rrethonave të tjera, njeriu duhet të jetë Allahu Dhul Xhelal mirënjohës për bekimet e tij. Tjetër vëllazër, ka prej njerëzve të cilët për shembull kanë shumë prej të mirave të Zotit, po diçka më u mungu, rrin të e vajtu që ata dhe i harrojnë këto të mira të tjera që Zoti Dhul Xhelal i ka begatuar me to. Nuk din me falenderu për shembull për ato mirësitë e Allahut, po edhe nuk din kanjëherë me qenë sabërlëse, durimtar kur sprovohen me diçka. Njëri prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam vendosin mjek dhe thot që m'ja kut kamën. Për shkak një sëmundje të rënda, kështu më radhë dhe ky sahabiu filloi me çajt. Edhe po i thonë ata për shokëve që ishin thotë apo dhime, do thotë shëndetje apo për çka po çon, thotë jo Allah nuk po dhime, thotë. Po e falenderoj Zotin, thotë se nëse ma ka marrë mua një kom, thotë ma ka lënë një kom tjetër, i kam dy dur, i kam sytë, i kam pjesën tjetër të shëndetit. Edhe thot kam frikë që je Zotit borxhlet që su në falenderoj mjaftueshëm sa ymër që kam pas për jetës, edhe i kam pas gjitha ato në mirëqenie.
Pra e kam derdi që suni kom falenderu Zotit Dhul Gjelal. Jo se që po më dhimet që unë sot për shembull po e humbi një kamës e një gjymtyr të trupit tim. Ose tjetër Allah për shembull Allah Dhul Gjelal që i ka thonë Musait alayhi salatu wassalam, i ka thonë ja Musa, khudh ma atejtuk wa kun min ash-shakirin. Musa alayhi salam ka qenë një prej të zgjedhur prej pejgamberëve të Allahut. Edhe Allahu Dhul Gjelal prej atyre dhuntive, në cilat e ka veçu prej të tjerë, ja ka dhënë për shembull mundësinë të folurit me Allahu Dhul Gjelal në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe prej dashurisë ndaj Zotit Dhul Gjelal, një ditë prej ditëve Musa alayhi salatu wassalam i kërkon Allahut që ta shef. Edhe i thot Zoti i Madhur, thot në dynjon, jetën e kësaj bote nuk mundesh më pa. Mi po për mja që në vend dëshirën e tina, i thot shiqeje kodrën. Dhe nësa ajo që ndrën në vendin e sajna, thot ti ke për të mpo mua. Dhe kur jalëshon Zoti Dhul Gjelal një pjesë të dritës së vetë, asaj kodra e zvoglohet, shkrihet. Edhe Musait alayhi salatu wassalam i bie të fikt. Edhe kur të kthiellet, i kërkon Zotit fali, bën Zotit istighfar që ka kërku diçka që nuk i ka taku. Prandaj i thot Zoti Dhul Gjelal, thot o Musa, unë thot ty e te kam zgjedhur prej mesit të njerëzve, te kam zgjedhur me shpalljen time, kam po pejgamber. Edhe të kam zgjedhur se ty e ta kam mundsu me folti direkt me mua. Thot merre atë që ta kam dhënë, edhe je falendërues edhe mirënjohës ndaj meje për dhuntit e mia. Prandaj kanë thonë dietarët Allahut që besimtari i mirë duhet me qenë krenar. Mas pari për imanin e tij, po mi qenë Zotit gjithmonë falendërues për dhuntit e tija. Kur mos me lyp tepër, kur mos me kërku dhe mos me pasa ndërgjegjën që a thu po muj me falendëru Zotin, apo muj me a mos po lë mangu diçka, a mos po e shpërdoroj mirësinë e Allahut. Po ti jemi Zoti Dhul Gjelal mirënjohës për dhuntit e tija. Dhe ti ruajmë ato dhunti që të mos t'i shpërdorojmë. Vjen ato mirësitë e Allahut, çfarë do qofshin ato. Shkak që na afrojnë te Allahu Dhul Gjelal. E jo me qenë për shembull sprovat e kësaj bote, mirësitë e sona me na largu prej Allahu Dhul Gjelal. Sepse qëllimi i besimtarit nuk është me ngri majat e kulmit në dynjë. Qëllimi i besimtarit është që me fitu ahiretin e tij, ku është ardhmja e tij edhe kur do të jetë përgjithmonë. Jo me u habit njeriu në për stacione të ndryshme dhe me humb destinacionin e tina. Edhe për fund t'ja tregoj edhe një rast në cilin po e përfundoj inshallah. Tregohet për një prej dietarëve të hershëm. Një hoxhi mirë, një hoxhi devotshëm, por që Allahu Dhul Gjelal e kishte sprovuar me sprova të rënda. Ati Zoti Dhul Gjelal ja kishte marrë duart, ati ja kishte marrë kamet, ja kishte marrë sytë, edhe ishte shtrirë në krevat. Mirë, po vazhdimisht të falenderoj Allahun për atë që më ka rujt mu që i ka sprovu të tjerët. Vazhdimisht që të lutje e thënë taj, edhe pse ishte i shtrirë, edhe pse nuk mund të kur gjë prej jetës me shijuas, edhe njoni prej aty në nxoncave i cili e shoqëron të hoqën dhe i bën të shërbim një ditë, po i thatë, o është du me të pyet diçka dhe ti vazhdimisht po e thu këtë lutje. Me çka të ka dallu ty Allahu prej të tjerë, për shembull kur ti as nuk domon ta ka marr kamën, dorën, syt, nuk ki domethën kur gjë prej aty në lëvizje, aty në sënë që i shijojnë njerëz në këtë botë. E i thot po, thot është e vërtetë që mu Zoti mi ka marr durët, mi ka marr syt, mi ka marr kamët. Mirë po mi ka dhënë dy gjona të cilat shumica e njerëzve janë të privuar prej tyre. Cilat janë ato? Mua thot ma ka dhënë gjuhën falendëruese. Edhe ma ka dhënë zemrën durimtare me cilën une i bëj sabër Allahu Dhul Gjelal. E ki i thot shumë prej njerëzve që i kanë këto mirësitë e tjera që si komën e kanë dorën, kamën, i kanë pasunitë e Allahut, i kanë të mirat e Zotit Dhul Gjelal, po nuk e kanë gjuhën falendëruese dhe zemrën e imanit, zemrën e besimtarit. Prandaj Allah zot ta lutem Allahu Gjelal që të na jep gjuhë falendëruese, na jep zemër të plot me iman. Na mëson që ta falenderojmë Zotin për mirësitë e tija. Dhe të ruhemi që të mos jemi pra atyre që lënë mangun e falënderim ndaj Zotit Dhul Gjelal.
Allahu në lusëm që të na falë, që të na mëshirojë dhe të na bëjë prej besimtarëve të mirë. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.